General Det Prenga është me mua në studio për të diskutuar rreth këtyre zhvillimeve. General, mirë se erdhe. Mirë gjithëm, faleminderit për ftesën. Ne si gjithmonë. Para se të shkojmë pak në Iran, dua një koment sa i përket asaj që dëgjuam pak më parë nga zoti Kurti, pra duket se qeveria e Kosovës sot merr vendim për misionin e Forcës Sigurisë së Kosovës që do të shkojë në Gaza. 5 vende deri tani e kanë konfirmuar atë, mes tyre dhe Kosova. Çfarë thotë kjo për Kosovën, sa e rëndësishëm është si... Unë mendoj se që në momentet e para, thirrjes së presidentit e Shtetit Bashkuar të Amerikës i është bashkuar Republika e Kosovës, ashtu edhe vendi jon dhe disa vende të tjera në bordin e paqes. Dhe kjo flet për një qasje vërtet edhe orientim të duhur, në momentin e duhur, dhe është, si mund të themi, edhe për Gazën dhe detyrimisht aty do vendoset një trup ndërkombëtare për të mundur, për të parë dhe vendosur qetësinë ose për të ruajtur këtë lloj paqe. Dhe detyrimisht që Kosova do të kontribuojë dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e mirë. Për arsye sepse Republika e Kosovës vërtet ka bërë një punë të madhe në njohjen nga shtetet e ndryshme, por nuk ja ka arritur ataj që do të donim ne, përfshi dhe vendet evropiane. Kështu që ky është një moment i ardhur, do thosha, që Republika e Kosovës të dalë në arenën ndërkombëtare, jo vetëm duke kërkuar ndihmë për të siguruar qetësinë brenda vetes, por për të kontribuar për paqen. Dhe ky është një moment i ardhur dhe kam bindjen që qeveria e Republikës së Kosovës dhe kryeministri e kanë kapur në mënyrën e duhur dhe presidentja e Kosovës, që ishte vetë drejt për drejti kur u bë përurimi në Washington i bordit të paqes, dhe tregon që ne kemi nevojë, duhet ta ruajmë këtë, si më themi, lidhje strategjike. Ka një vlerë të shtuar në aspektin politik dhe mbi të gjitha të njohjes së Republikës së Kosovës dhe të shtimit të numrit të shteteve të tjera që duhet ta njohin në vazhdimsi. Dhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme, atë të cilën nuk e bëjnë dot nëpërmjet rrugës diplomatike, që do kërkohet kohë shumë e gjatë, atë mund të realizohet në këtë shans të ardhur që i ka ardhur Republikës së Kosovës, por edhe vendeve të tjera që nuk duam të futemi në këtë pjesë. Por Republika e Kosovës, siç ju e bëhet pyetjen, jam i bindur që ka një rast të veçantë dhe të ardhur. Pikërisht për këtë arsye që thatë ju, se duke qenë se është, domethënë, jo vetëm se është Kosova afër nesh, por edhe një vend që ende nuk njihet nga OKB-ja, pra nuk ka vendin e vet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe pse po kjo do të shtonte vlerat e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe do të rriste shanset për të njohur dhe nga vendet e tjera të cilat akoma nuk është njohur. Pra, thash, siç e theksova, dhe 5 që janë brenda Bashkimit Evropian dhe të tjera që janë në botë që akoma nuk e kanë realizuar. Dhe çdo njohje nga një vend tjetër, Republikës së Kosovës, i rrit kredibilitetin e saj në arenën ndërkombëtare. Kthehemi pak tek Irani. Bisedimet po vazhdojnë. Zoti Trump duket shumë optimist për udhëheqjen e re të Iranit. Tashmë kemi kryetarin e parlamentit i cili duket se ka marrë gjithçka në dorë në këto negociata, duke menjanuar disi ministrin e jashtëm dhe presidentin e vendit, por duke qenë, të paktën siç thotë presidenti Trump, një aktor që ka qasje pozitive, po e përmbledh. Informacionet që tek ne vinë dhe ato çfarë pam ne në muajin e dytë që sapo ka filluar të operacioni luftarake e furia epike të etiketuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, kam bindjen që javën e kaluar, ose fund javën e kaluar, them që pati zhvillime të ndryshme dhe shumë intensive në aspektin e krahasueshëm me çfarë janë zhvilluar deri në këtë periudhë. Së pari që ajo shtimi i vendeve të përfshira në këtë konflikt. Pra, pjesa e rebelëve Houthi që hodhën raketa balistike ndaj Izraelit, do të thotë që tashmë u përfshi edhe, si mund të themi, Jemeni si vend në këtë konflikt. Dhe ata kanë deklaruar që ne nuk do të tërhiqemi dhe do të jemi gjithmonë në konflikt të hapur deri në momentin që të vendoset paqja dhe të nënshkruhet kjo marrëveshje mes vendeve. Detyrimisht që kjo është një zhvillim i ri. Siç ishte edhe zhvillimi i zakonshëm i goditjeve reciproke dhe i jo iranjes së tensionit, pa çka se kanë filluar bisedimet të goditjeve nga ajri kryesisht, por pati edhe një zhvillim diplomatik që do thosha është më i rëndësishmi deri në këto momente dhe shpresojmë që
ajo jehon dhe puna e tyre të vazhdoj, derisa ti ul o me ndërmjetësim, o ball për ball, palet për të ardhur tek ajo e shumë pritura, armë pushim dhe vendosje e një marrëveshje mbi bazën e pikave dhe kërkesave reciprokisht. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës është shumë optimist dhe ai e di dhe e vlerëson mbi bazë asaj që ka në tavolinë, mbi bazë me versioneve të ndryshme që ka, por është shumë optimist në lidhje me 15 pikat e paraqitura që gjatë diskutimeve me ndërmjetësim apo me të dërguarit e tij, kam bindjen që ata Irani thotë që ka pranuar pjesën më të madhe të tyre. Gjithsesi këto do ajustohen mirë atëherë kur vërtet palet të ulën me ndërmjetësim, siç janë mbledhur që ditën e dieshme ministrat e jashtëm të 4 vendeve të rajonit me iniciativën e Pakistanit, Arabisë Saudite, Turqisë, Egjiptit. Pra këto të 4 vende që janë mbledhur, jam i bindur me ministrat e jashtëm, do të dalin në një përfundim atë të cilët ata dëshirojnë dhe gjithë bota besoj e pret, një ulje të tensionit, një armë pushim dhe ulje në tavolinë e bisedimeve diplomatike për të nënshkruar një marrëveshje. Relativisht duket e vështirë, për arsye se nuk janë arritur gjithë objektivat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar deri tani. Ata janë mbi 9.000 objekte që kanë goditur gjatë gjithë kohës, si nga deti dhe nga ajri, por thotë që ministri i jashtëm thotë dhe zëvendës presidenti të dy e përcaktojnë që thotë kemi edhe rreth 3.500 objektiva të paarrira akoma. Detyrimisht që nisur nga ato çfarë thot presidenti dhe deklaron presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në të njëjtën linjë janë edhe zëvendës presidenti edhe ministri i jashtëm, do thosha, ose sekretari i shtetit. Dhe në këto kushte ata e thonë që ne nuk do të qëndrojmë gjatë, por edhe objektivat tona duam t'i arrijmë. Këto të dyja bien pak në konflikt me njëra tjetrën dhe detyrimisht që kërkon kohën e vet, sepse nëse për një muaj janë goditur 9.000 objekte, atëherë 3.500 të tjerat që nuk janë realizuar, nuk ka arritur akoma objektivi i tyre i fillimit të këtij konflikti. Disa javë, sekretari Rubio do të zgjasta konflikti. Asnjërit nuk i intereson. Aq më tepër botës në përgjithësi, sepse çdo ditë që kalon kriza ekonomike vetëm se sa një rritje dhe rritje të çmimeve që lidhet të gjitha me bazën e energjisë dhe të prodhimit që është nafta dhe gaz. 3.500 objekte që priten për të bombarduar, sipas amerikanëve. Luftanie, varka, dron, ushtar, marinca, parashutistë që janë drejtuar drejt lindjes së mesme, një farë presioni apo një fazë e dytë e strategjisë amerikane, ndoshta për të marrë në kontroll ishullin Karg, ndoshta për të futur trupa toksore në zona të ndryshme? Mendoj që kjo duhet parë në dy këndvështrime. Së pari si presion dhe së dyti si një veprim i mundshëm dhe real, pasi, si mund themi, në lindjen e mesme tashmë kemi po i afrohet e bashkuar aeroplan mbajtësja e tretë. Dhe mbi 3.500 marinarë e marinësa një luftanie tjetër që janë në rajon. Kjo tregon për përgatitje dhe përgatitjen e mbi 1.000 parashutistëve, kjo tregon që përgatitja është serioze. Është serioze për të patur një ndërhyrje, cila do të jetë kjo ndërhyrje, a do jetë një operacion blitz, siç ju e theksuat, për ishullin apo për marrjen në thellësi diku të një të sasisë tashmë të uraniumit të pasuruar, kjo ngelet e mbetet për tu parë. Por gjithsesi kam bindje që kjo sasi relativisht e lartë e trupave më speciale të afruar në rajon nuk besoj se do të largohet pa patur një operacion cili do qoftë ky. Gjithsesi, këte unë besoj shumë për pjesën e përcaktimit se vendodhjes së ku është ky uranium dhe mërmarrjen e tij, kjo mund të realizohet shumë më shpejt dhe shumë më pak efekte dëme se sa pjesa tjetër me ndërhyrje toksore në Iran që unë e quaj disit jot normale e jot të mundshme, kurse për sa i përket ishullit, aty është e vërtet që është lidhur dhe jetike pjesa ekonomike e Iranit, por jo vetëm, është edhe e botës, sepse 90% e naftës së pa përpunuar grumbullohet aty dhe nga aty pastaj vazhdon transporti tregtar në të gjithë botën, ku pjesa më e madhe është pjesa aziatike, Japonia, Kina, që të marrin mbi 86% të saj, por do thosha nuk është e vështirë ndoshta për arsye të mbrojtjes dhe të kushteve në të cilat ngjendet edhe si terren,
që mund të pushtohet, që mund të vendosen dhe trupa, do të jetë tepër e vështirë për të mos thënë relativisht do të përbëjë një pikë nevralgjike të kthimit të raporteve dhe është tepër e vështirë për të qëndruar i qetë dhe për të kontrolluar ishullin në një kohë që është në distancë 24 km nga bregu lindor i Iranit, ku mund të goditet me të gjithë arsenalin e llojeve të armëve dhe armatimit kolektiv që e quajmë ne në pjesën e distancës që parashikojmë. Dhe terreni ja favorizon përgjithsisht por edhe Iranit. për Iranin nuk është e thjesht kanë përshtypjen dhe është një pikë strategjike duke qenë se mban gjithë ato rezerva, se zjarr është ai. Zjarr në ato rezerva. Jam plotësisht dakord, por nuk kanë interes as Irani, as Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë interes, ata do dobësojnë dhe deri në pikën e mundshme që të zbarkojnë, kryesisht nga ajri, por pjesën nga deti do t'jetë disi më e vështirë sepse ai ka krejt të lehtë për ta minosur rreth rrotull dhe do të përbëjë shumë problem. Prandaj ndoshta varkat dron? Kjo besoj do t'jetë një nga arsyet, por unë e lidh me atë që vërtet për sa kohë kjo përbën pikën më nevralgjike të ekonomisë së Iranit dhe jo vetëm, do t'jetë jo e lehtë së pari për ta marrë, por do t'jetë shumë më e vështirë për ta mbajtur. Gjithsesi, këto ngelen për të parë në zhvillimet e ditë të tashme. Ndoshta pika më e rëndësishme e negociatave, se që mund të sjelli palët, them, në bisedime, se Irani ishte në vështirësi ekonomike edhe para se të niste lufta. Tani ti marrë dhe kontrollin e ishullit. Nuk është se kontrollin e ishullit dhe të naftës aty e ka patur Irani. Nuk e ka patur Irani, pra. Tashi që realisht u tërhoqën vendet e tjera dhe mënyra se si reagoi e veproi Irani, tani e ka marrë dhe e ka bllokuar. Dhe lajmi mirë se sot do lejonte më duket 20 nga ato anijet e transportit për të kaluar. Atë zgjidhje e bukur e ka bërë Arabia Saudite që ka bërë me ato tubacionet që merr nga njëri nga ngushtica e Hormuzit dhe nxjerr në detin e Kuq, kështu që këto janë zgjidhje që janë menduar herët që do të arrihet në këtë pikë. Tani problemi është se si do arrit menaxhohet kjo pikë që të ketë një fund dhe ky fund realisht jetë për të dyja palët i pëlqyeshëm ose me objektivat e tyre thënë e interpretuar nga natyre të realizuara. Gjithsesi, ngelet për të parë dhe është tepër e vështirë për të përcaktuar sepse edhe Trumpi në konferencat e tij për shtyp apo ndalën para medias gjithmonë e ka thënë që unë nuk do të çoj trupa, por edhe nëse çoj nuk do t'ua them ju. Dhe detyrimisht që operacionet fshehtësinë e veprimit është njëri nga elementet që quhet befasi, dhe kjo befasi është gjithmonë në favorin atij që sulmon i pari. Pastaj përplasja lën për të parë se si do të shkojnë. Gjithsesi, aty vihen në balans variantet e ndryshme dhe versionet e ndryshme që studiohen me kujdes të madh nga pjesa e personelit ushtarak dhe ekspertëve dhe pastaj i vihen në tavolinë presidentit për marrë një vendim cili është më i mundshëm. Por kjo nuk preshton asnjëherë ndryshimin e situatave gjatë zhvillimit të operacioneve luftarake, që do të kërkoj një përqendrim të vëmendjes dhe kujdes në orientim për të mos humbur atë për cilën njerëzit edhe përdoren dhe forcat armatosura përdorin në këtë rast. Sulmet e Huthit, shumë analisti kanë parë si një farë presioni që Arabia Saudite të mos përfshihet në luftë. Por nga ana tjetër kemi një kërcënim që vjen nga Turqia. Nëse kurdët e Irakut do të përfshihen në konfliktin e Iran, atëherë do të jetë edhe Turqia që do të përfshihet në këtë konflikt. Unë do ta quaj më shumë presion. Ka patur probleme dhe ka dhe do të ketë në vazhdimsi, sepse është një kom që përbëhet gati rreth 35 milion që është pa shtet. Pjesa më e madhe janë në Irak, rreth 9 milion, dhe ata janë më të organizuarit, do thosha. Detyrimisht që nuk besoj që Turqia do të përfshihet edhe nëse ata do të arrijnë të mund. Por kjo ngelet për të parë dhe jam i bindur që po shohin situatat dhe zhvillimet e tyre minut pas minute. Dhe jam i bindur që kjo mundet në bazë të zhvillimeve të brendshme në Iran, mundet të jetë e të bëhet pjesë dhe të bashkohet këta 9 milion që janë dhe strukturat e tyre ushtarake që i kanë të ngritur relativisht dhe kanë marrë pjesë dhe atëherë ata mundet të bëhen pjesë e reagimeve të brendshme në Iran. Pra opozita dhe të gjithë të tjerë që janë kundra këtij regjimi kanë bini që pasi të mbaroj kjo faza e parë e operacion luftarake dhe të vendoset marrëveshja mes palëve, atëherë mund vi faza e dytë në kohën në të cilët do të ketë zhvillime të brendshme patjetër, sepse zhvillimet të brendshme dhe protesta ka patur prej 2-3 muajsh
dhe ne i kemi parë, i kemi ndjekur në mjet lajmeve, por në momentin që ka filluar goditja nga jashtë, ata i kanë shtrënguar radhë, nuk janë më përballë njëri tjetrit, por janë përballë një kundërshtarit të jashtëm të Iranit, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Dhe për sa kohë do të vazhdoj ky lloj konflikti apo operacioni luftarak, jam i bindur që nuk do të ketë reagimet që do të ndikojnë në zhvillimet e brendshme të Iranit. Edhe nuk mund të ketë në valën e bombardimeve, se s'mund dalin njerëzit. Sa po të këtë pushoj, dhe do shkruhet një marrëveshje, kam bindjen që gjithçka do të ndryshojë, ata do të jetë zgjuarësia dhe aftësia e tyre që në regjimin vërtet ta ndryshojnë pa patur gjakderdhje e përplasje të brendshme. Dhe kjo do të jetë, besoj, dhe kjo është arsyeja që ata kanë marrë një person i cili nuk ka qenë shumë pro regjimit që është kryetari i parlamentit sot. Ndoshta për të ruajtur pak edhe vendin nga coptimi. Kjo është gjithçka, sepse mos përfundohet në një anarshi që s'do të interesonte as rajonit dhe as kujt tjetër, sepse është një kom prej 90 milionësh e më shumë dhe detyrimisht që askuj nuk do t'i interesonte, aq më tepër edhe vendeve të rajonit. Kështu që për zgjidhja e personit të duhur që është kryetari i parlamentit të sotëm, që nuk ka qenë shumë simpatizant e mbështetës i regjimit, kam bindjen që kjo është, do thosha, e gjetur figurë dhe që do të bëjë të mundur që sa po të pushojnë lufta dhe të ndërshkruhet marrëveshje, ky do të jetë ai që do të marrë drejtimin. Ky do të jetë Ramiz Alia. Besoj që do të jetë më i pranueshëm, po ai duhet marrë zgjuarësi në kohën që ishte. Në kohën që ishte duhet marrë. Ju prandaj them, domethënë zgjuarësi që në momentin kur mund të kishte luftë, e kaloi pa luftë. Dhe kjo është zgjuarësia edhe largpamësia e liderëve politik, që në momentin e duhur të lëshoj dhe të di ta mbajë situatën përsëri në kontroll. Kjo është ajo zgjuarësia, se në momentet e caktuara bota lufton për t'i patur, edhe janë me fat ato vende që kanë lider të tillë në momentet decisive dhe vendimtare të një vendi të ekzistencës ose mos ekzistencës së tij, të marrë vendimin e duhur duke heq pak nga pushteti që ke. Pra duhet të tolerosh pak pushtet për të mundur të ruajtur unitetin e kombit për të cilin një president, një lider, cili do qoftë ai, e do të mendoj për tashmen dhe mbi gjitha për të ardhmen e këtij vendi. Edhe i pyetët fundit kam sa i përket ngushticës së Hormuzit, duket se është mjeti presioni që Irani po i bën botës, por kjo duket se çoi në një mas, natyrisht duke ndier të gjithë peshën e krizës, bllokimit të asaj ngushtice, në krijimin e një aleance të madhe. Tashmë 35 vende ishin para pak ditësh që ishin bashkuar për iniciativën për të hapur këtë ngushticë. Ka një luhatje të Irani që tashmë ka filluar të lejojë shumë prej anijeve të kalojnë, por apo i kthehet kjo në bumerang, në kundër, sepse edhe vendet që ishin kundër luftës, që ishin në krah të Iranit, tashmë natyrisht janë bashkuar për të garantuar sigurinë e lëvizjes së kësaj ngushtice. Për fat të keq, vizioni i tyre gjatë gjithë kohës dhe ajo çfarë ata kanë parashikuar nuk doli në krah të tyre. Pra vendet e rajonit që kanë patur, kanë dhe do të kenë miqësi dhe bashkëpunim me te, sepse të jetosh në një rajon është e pamundur të jetosh pa patur bashkëpunim. Dhe kjo ju intereson, bashkëpunim realizohet duke patur fëqinësi e miqësi të mirë, ndryshe nuk realizohet. Dhe detyrimisht që ata për interesat e tyre dhe zhvillimit të vendeve të tyre duhet ta kenë edhe duhet ta ruajnë të miqësi. Dhe kjo ndoshta ka bërë që Irani nuk e përdori në favorin e vet, bile bëri efektin e kundërt të saj, që edhe ato vende që ishin pro saj, i ktheu kundra saj për arsye sepse përdori një taktik të gabuar, duke goditur dhe duke desht t'i përfshit gjitha vende, pra duke i goditur objektet jo vetëm ushtarake, as bazat amerikane, por doli edhe për te tyre, dhe në këto kushte ai i bëri kundërshtar, por jo deri në atë mas sa ata të reagojnë. Dhe këtë pata në konsiderat kur thash që nuk besoj se Turqia do të përfshihet. Nuk ka asnjë lloj interesi që të përfshihet. Kur vjen puna tek vetja vet, jam dakord që aty do të ndryshojnë gjërat, por për hir të Iranit dhe ndikimit kam bindjen që nuk do të përfshihet në situatën, sepse kjo pastaj do të përbënte një përfshirje në situatën e brendshme të zhvillimeve që do ta kishte shumë të vështirë për të dalë aty ku dëshironte. Kështu që askush në një konflikt që nis nuk do të jetë humbës, dhe kur e vlerëson që aty humbjen e ka jo të papritur, por e pritur, atëherë detyrimisht që qëndron më shumë i tërhequr se sa hyn drejt për së drejti e bëhet aktor aktiv. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Shkëputëm e një hapësirë publicitare.